Ish deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi ka folur për procesin ligjor ndaj saj, teksa po hetohet së bashku me ish bashkëshortin Ilir Meta për pastrim parash dhe korrupsion pasiv. Kryemadhi ka hedhur poshtë akuzat ndaj saj dhe Ilir Metës, teksa thekson se asnjë pasuri e fshehur nuk ka dalë në dritë. E mbani mend Floririn e Krabës që akuzonin Ilir Metën se e kishte vjedhur? Ilir Meta është Flori sepse ka shpirtin Flori, u shpreh Kryemadhi, duke shtuar se sipas saj vetëm një njeri me zemër të artë do të bënte ato që ka bërë dhe ata që ka mbajtur afër vetes. Ajo tha se Floriri i Krabës as që ka ekzistuar ndonjëherë në ndonjë proces zyrtar ndaj Metës dhe akuzat për llogaritë fsheta bankare në Angli janë gjithashtu të pavërteta. Doli që Floriri i Krabës nuk ekziston fare në çështjen e Ilir Metës. U tha që kemi llogari bankare në Angli, nuk ekzistojnë, thotë ajo. Nga ana tjetër nuk pranoi akuzat e lidhjeve të Metës me biznesmenin Kastrioti Ismailaj. Ndërkohë që shton se dolën akuza edhe për Floririn e Krabës dhe se Meta ka miniera në Afrikë, por që nuk dolën të vërteta. E para në të gjithë puzzle-in e gjithë dosjes që është krijuar dhe sajuar. Mendoja se në ato 120 flet vendimit të shkallës së parë ishin, po themi, keq interpretim apo akuzë për një veprim politik që deri diku e mendoja si moment dobësimi apo euforie nga SPAK. Në apel ishin 34 fashikuj. Në seancën e masës së sigurisë ishin tallej qesharake, talleshin me një ish president, unë deputete. Në këtë këndvështrim, sado që mendon se do përballet me drejtësinë, dosja nuk ka asgjë ligjore. Është një gjuhë shtrigash dhe një opinion publik i krijuar nga mediat paguara dhe struktura politike të caktuara. PD-ja në një anë dhe PS-ja në anën tjetër dhe perceptimi publik u bashkangjit një flet rrufe. Që të ketë pastrim parash duhet të ketë vepër penale, që të fshesh pasuri duhet gjesh cilën pasuri që është fshehur. Ju e dini që doli gazeta në Austri që thoshte se Ilir Meta ka miniera në Afrikë. I gjetën minierat në Afrikë. Akuzuan se Monika Kryemadhi ka bërë operacione 280.000 euro. I gjetën, nuk i gjetën. Akuzuan se Meta ka fjetur në një dhomë me Kastrioti Ismailaj, një erdhi letër porosia se nuk ka fjetur në asnjë vend me Kastrioti Ismailaj. Doli që nuk e favorizuar Kastrioti Ismailajn, por e ka çuar në gjyq. Akuzat kanë dalë si rezultati një perceptimi të opinionit publik. Disa portale të financuar nga inceneratori i Tiranës ka studio më të mira se ju. Disa media thonë se Kryemadhi ka offshore në Kipro. A e mbani mend Floririn e Krabës që akuzojnë se e ka marrë Ilir Meta? Po ashtu e ka zemrën ai. Flori nuk ka pronat fsheta. Vazhdon Kryemadhi.